Tash një shtet I ri unë si çdo kush e kuptojmë që ne kemi nevojë për zhvillim dhe për investime dhe për këtë edhe atë, por më tepër se çdo gjë na kemi nevojë që të investojmë në qytetarin, në mirëqenien psikofizike dhe psikosociale të tij, në mirëqenien shpirtërore, sepse rastet si këto në nuk e besoj që ka një qytetar të Kosovës që ndjehet mirë e rahat me këto lajme. Jemi të rënditur të gjithë. Mos mi thonë shumë çka, po më çu me punu. Dhe me I rregullu disa gjëra si në aspektin ligjor, edhe në aspektin e sigurisë, edhe në aspektin e parandalimeve, edhe që institucionet të zbresin në terren tek popullata, sidomos këto që kanë përgjegjësi shërbime sociale, sepse fatkeqësisht e bashkëndjej edhe me punën dhe kushtet e rënda të gjithë atyre që bëjnë punë sociale në Kosovë, përfshirë prej pagave dhe çdo gjë tjetër. Atë pjesë e di saktësisht dhe nuk po vë gishtin këto, por në fund gjithmonë është përgjegjësi e kreut të shtetit, është përgjegjësi e qeverisë, t'ju jap fuqizim dhe përgjegjësi atyre të cilët I shërbejnë qytetarëve më shumë, apo ka nevoja më shumë për të shërbyer, dhe unë mendoj është pikërisht ky segmenti social I shërbimeve dhe psikologjike, ato të psikosociale që ju përmendet. Në Kosovë fatkeqësisht, është një shtet I ri unë si çdo kush e kuptojmë që ne kemi nevojë për zhvillim dhe për investime dhe për këtë edhe atë, por më tepër se çdo gjë na kemi nevojë që të investojmë në qytetarin, në mirëqenien psikofizike dhe psikosociale të tij, në mirëqenien shpirtërore, sepse rastet si këto në nuk e besoj që ka një qytetar të Kosovës që ndjehet mirë e rahat me këto lajme. Jemi të rënditur të gjithë. Shfrytëzoj rastin që t'ju shpreh familjarëve shumë ngushëllime, që të bëhen të fortë, që është një punë fati që nuk është në dorën e tyre, por ata duhet ta ndjejnë se shteti është në anën e tyre, që ne gjithë bashkë ndjejmë me rastin, që respektojmë deri në fund dhimbjen e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme për ta thënë zonja Valentina. Penalizimet e mangëta, mendoj unë, ndëshkimet e buta, arsyetimet e varasreve janë edhe më vrastare se gjithçka tjetër. Sidomos kur ne kemi, një kohë kemi pasur diskutimin për kyçjen e grave në sektorin jo formal. Edhe pse është sektor privat në këtë rast, por shumica e grave të Kosovës janë të lëna vazhdimisht, po më bie ta them, jashtë sistemit, janë të papuna, edhe kur janë të papuna nuk janë në kuadër të sistemit I cili mbikëqyr ato, ose I kontrollon ato me një mënyrë, apo ju shërben si qeveri, dhe në anën tjetër e ke një sistem jo formal, ku gratë për mbijetesë bëjnë çdo lloj pune për ta mbajtur familjen.